Përshpëritja e gurëve të lashtë. Në rrëz të bjeshkëve të namuna, kur et kërcejnë me majat e mpreta, jetonte një djalë i vogël i quajtur Bardhyl. Atij i pëlqente të eksploronte pyjet e dendura dhe të dëgjonte zhurmën e erës që kalonte në përgjethet e lisave të vjetër. Bardhyli gjithmonë pyeste veten pse çdo gur, lum dhe kodër kishte një emër që tingëllonte si një këngë e harruar. Një ditë, pranë bregut të lumit Valbona, Bardhyli gjeti diçka të pazakontë. Ishte një medaljon i vjetër bronzi, i fshehur mes rrënjëve të një peme. Medaljoni kishte të gdhendur figura luftëtarësh me helmeta të çuditshme dhe mburoja të rrumbullakta. Sa pa ai e preku, medaljoni lëshoi një dritë të ngrohtë të arë që ndriçoi të gjithë bregun. Kjo është shenja e fisit të beatëve, thiri një zë i ëmbël pas tij. Ishte Jehona, shoqja e tij më e mirë, e cila dinte gjithçka për legjendat e vjetra. Ajo i shpjegoi se ky medaljon ishte një çelës për të kuptuar gjuhën e fshehur të tokës së tyre, një gjuhë që ilirët e lashtë nuk e shkruan kurrë në libra, por e gdhente në emrat e vendeve. Të dy fëmijët vendosën të ndiqnin rrugën që tregonte medaljoni. Kur mbërritën te një urë e vjetër, guri mbi lumin Drin, medaljoni filloi të dridhej. Jehona kuptoi se emri Drin nuk ishte thjesht një emër, por një fjalë e lashtë, që do të thoshte dritë ose rrjedh. Sapo ata e shqiptuan emrin me zë të lartë, uji i lumit u ndau në dysh, duke zbuluar një shteg të fshehtë. Në fund të shtegut, ata u takuan me një figurë madhështore që dukej sikur ishte bërë prej drite dhe mjegulle. Ishte Vjosa, një zanë e maleve, mbrojtësja e kujtesës ilire. Ajo mbante një fustan që ngjante me ujin e kristalt dhe flokët e saj ishin si fijet e dritës së hënës. Vjosa buzëqeshi kur pa medaljonin në duart e tyre. Ju keni gjetur çelësin e gjuhës së gjallë, tha Vjosa me një zë që ngjante si fshfërim gjethesh. Ajo i shpjegoi Bardhylit se çdo mal si Tomori dhe çdo kështjellë si ajo e Rozafës janë faqe të një libri të madh. Edhe pse ilirët nuk lanë shkrime, gjuha e tyre mbijetoi, sepse para arsit e tyre vazhduan të rrisnin vende me të njëjtët emra magjik. Vjosa i preku syt Bardhylit dhe Jehonës. Papritmas ata pan shkronjat e padukshme të shkruara mbi shkëmbinë e maleve. Emri shkëmbin ndriçonte mbi lumin që gjarëbëronte, dhe dajt shkëlqente mbi malin që mbronte qytetin. Ata kuptuan se gjuha shqipe ishte ura që i lidhte ata direkt me mbretërit dhe mbretëreshat ilire. Por kini kujdes, paralajmëroi Vjosa, duke parë drejt mureve të një kështjelle të vjetër në horizont. Nëse këta emra harrohen, atëherë dhe historia jon do të zhduket si mjegulla në diell. Detyra juaj është t'ua tregoni këto emra të gjithë fëmijëve të tjerë, që gjuha e lashtë të mos hesht kurrë. Fëmijët u kthyen në fshatin e tyre, ndërsa medaljoni u shndërrua në një gur të thjeshtë, por njohuria që fituan ishte thesari i vërtet. Ata ulën rreth zjarrit me shokët e tyre dhe filluan të tregonin historitë e fisëve, Taulant, Ardian dhe Dardan, duke shpjeguar kuptimin e çdo toponimi që i rrethonte. Që nga ajo ditë, sa herë që dikush të rret emrin e një mali apo lumi në Shqipëri, malet përshpëritnin mbrapsht me zërin e stërgjyshërve. Bardhyli dhe Jehona e dinin se për sa kohë flitej gjuha shqipe, zemra e Ilirisë do të vazhdonte të rrahë e fortë në çdo gur dhe në çdo fjalë.